Duke pushuar në një plazh pranë tunelit në ujë të ftohtë, qytetarja Luiza Capos Pau është përballur me një situatë as pak të këndshme. Për Blu Televizion ajo ka rrëfyer ngjarjen ku sipas saj kishte kërkuar nga personi përgjegjës për çadra të pastronte vendin ku ajo do të pushonte pasi kishte bërë pagesën. Personi ka refuzuar ta pastrojë dhe ka vepruar në një mënyrë as pak të këndshme. Zonjës i është kërkuar të largohej nga plazhi dhe çadra ku ajo ndodhej është mbyllur me forcë duke e dëmtuar. Sot erdha bashkë me tim shoq për të pushuar. Sot edhe disa ditë të tjera këtu në Vlorë, me që jam edhe kam lindur dhe jam rritur në Vlorë. Unë tani jetoj midis Italisë dhe Shqipërisë, kështu që sa vim në Shqipëri mundohem që ta shfrytëzoj këto ditë të bukura edhe pse jo të vim në qytetin tim. Më ndodh që vim këtu tek plazhi pas tunelit, edhe i drejtohemi zotnis që merret me çadrat, i themi duam një çadër. Na thot 5.000 lekë, urdhroj kam 5.000 lekëshin. Në të njëjtën kohë them kam si të lutem ta pastrosh pak mbajtsen, ku mund të vë celularin edhe syzat. Më thot jo, nuk e pastroj. Po të pëlqeu merre kështu. Po se s'të pëlqeu i shko ku të duash. Dhe në të njëjtin moment ma mbylli me njerë çadrën, duke më qelluar, sepse unë ndodhesha akoma brenda çadrës, duke më qelluar me çadrën dhe çadra më zuri kokën, më zuri fytyrën, syzat më fluturuan nga një anë dhe vetë u trondita, sepse më mori çadra, domethënë para duke u mbyllur. Aty u ashtu me të vërtet u iritova dhe unë dhe buri, kam me shtë drejtë bën këto veprime, kush jeti, tash unë do lajmëroj me njerë policin. Lajmëro këtë duash ta, as më kishte puna fare, edhe u largua. Natyrisht e shqetësuar, s'dija ku të veja. Juve kontaktuat me policin, çfarë? Po, kontaktova me policin e shtetit dhe kontaktova fillimisht me policin bashkiake, që më thanë duhet kontaktosh me policinë e shtetit, ku të reguan shumë gentil. Policia e shtetit më tha duhet të vish këtu dhe të bësh një kallëzim. Dënues në këtë rast të prezantua kush ishte? Jo, nuk u prezantua, por unë i bëra një foto. Ai u largua me njerë. Është kryer përsëri pas incidentit? Jo, sepse ne u largua me erdhën të paktën 20 metra më tutje dhe jemi ulur këtu. U larguan pra nga zona e atij. Pas ngjarjes, personi është larguar, ndërsa zonja Spaho ka arritur të bëjë një foto për dokumentim. Pas kësaj dhune verbale dhe fizike, ajo ka kontaktuar me policinë e cila i ka sugjeruar të bëjë denuncim.